Së morën domethënë, morën Jozin, morën Gjesin. Sa artista, ore Më duket e drejtë, më duket e pa drejtë. Jozin se kanë marrë akoma, pse se kanë marrë akoma? Se i ra Gjesin me shpull. Edhe kush është Gjesti? Pak. O vlla, kush është Gjesti, ambasadori i Kosovës? Kush është Gjesti, më vlla? Ashtu e shiti veten. Si ashtu e shiti veten? Pse e blen këta? Mbase duan. Si duan? A duan? A duan? A duan? A nëse duan? Le të duan. Si të duk ajo që çoi flamurin, pati shumë reagime. Çoi flamurin e Kosovës. Mos pëlqeu valla. Pse? Si pse pëlqeu valla, ishte Big Brother Albania. Big Brother VIP Albania. Pra të duk sigur ndau. Ai demaskoi, o vlla, ai ka ndat çu sa ka ardhur aty. Ai demaskoi me të vërtetë, domethënë demaskoi identitetin e tij. Ai nuk e ka me të keq, në kuptimin që Gjesti nuk ndjehet shqiptar, ndjehet kosovar. Po kosovar shqiptar janë. O vlla, po pse doli me flamurin e Kosovës? E pra gabim e. Pse doli me dy flamure? Gabim, në sensin. Pse doli me dy flamure? Po, edhe unë dakord jam. Të dilte, dhe me flamurin e Kosovës dhe me flamurin e Shqipërisë. Është si dalur me flamurin e Borshit. Meqense jam nga Borshi.